Falem Allahun Azza wa Jall, salat e selamet qofshin në pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ne të nderuam, sonte na ka nderuar hoxha i njohur në Austri, sidomos, hoxha Daud Kurtabegu, i cili është imam në xhamin shqiptare në Vjenë, xhamia El Buhari, kurse në përdi është nga Shkodra. Ka ardhur në një vizitë pra këtu në Prizren dhe në Kosovë dhe anën banë, do më thonë shtetet e rajonit ka ndalë një vizitë me disa student që i ka din atje dhe xhamatli, pra dhe i kanë zgjedhur pra xhamin tonë, kështu pra është një vizitë e rastësishme. Andaj pas gjatë fare do t'i japim fjalën hoxhës tonë, hoxhës Daud, Allah shpëlet hoxhë që ke ardhur. Jemi së ardhur në Prizren dhe në xhamin tonë, Allah shpëlet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi qoftë Allahut subhanahu wa taala, salavatet e selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, e të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Faktikisht, unë jam i ndëruar prej pranimit të juaj për rastin me u vizitu edhe me u taku. Sot më kujtu një fjalë një dietarit i cili thotë është mirë me u taku me njerëz që ta kujtojnë Allahun. Në ultimi është, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pjesë e dënimit. Seferu qit'atun min al-'adhab. Sepse e largon njeriu prej familjes dhe prej rutinës ti, prej rrethit ti, mirë po edhe na pse kena dalë për qef, po e pam të udhës që marrë dhe me vizitu xhamiat ku t'i gjejmë vllaznit tonë, cilët na përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Allahu shpëbleft hoxhën, të gjithë hoxhallarët e kësaj xhamie dhe xhamatin për mundësinë e takimit edhe shkëmbimit disa momenteve thjesht si ndaje këshillimit mes vllaznive. Unë jam prej Shkodrës, po ndoshta e vjen re që pak dialekti anon ka ju. Kjo jo rastisht, sepse ka 30 vite që vllaznit më të afërt, flas në Islam, i kam prej Kosovës. Edhe xhamati jon është themelu prej një grupi të vllaznive prej Kosovës, është themelu xhamati para rreth 26 viteve, ose 27. Kështu që i du muslimant e Kosovës në veçanti. Pa humë kohë, një kësi qa këshilla, cilat ju sigurisht i këni një gjuhë për hoxhallarëve tuaj, mirë po, përkujta se këshilla në është të banë dobi. O dhe kërë fejnë e dhikra të në falë mu'minin. Enesi radiallahu anë, të regonë se kur kanë një ultim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si mas rrethanave të tregimit duket se ka kënë kohën nxehtë, dhe thotë që një pjesë prej nesh ishin agjerueshëm, e një pjesë nuk ishin agjerueshëm, sepse në ultim ju e dini që lejohet që muslimani mos më agjeru. E kur unalem thotë me pushu në atë zetin e gadishojt arabik, se cili e xuni ka i qoshe me pushu edhe ma i mirë ishte ai që kishte një hije mbi kokë. Edhe u çunën thotë ata të cilët nuk ishin agjerueshëm, edhe u kujdesën për kafsht, e i dhanë me hangër kafshve, i dhanë me pi, i rahatun. E pas këtij pushimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë shokëve të tij pra në ultim, i thotë dhahaba al-muftirun al-yawmi bil ajr. Sot se vapet i kanë marrë ata që nuk kanë agjeru, jo ata që kanë agjeru. Mundesh me llogarit agjerim një ditë nxehtë, ka dishojt arabik ku temperaturat shkojnë deri në 50. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, sot se vapet i kanë marrë ata që nuk kanë agjeru. Ky hadith na lën me kuptuar se shkaku që pse i kanë marrë ata këto shpërblime është shërbimi që ja bën në xhamatit, sepse xhamati nalën me pushu, e ata që ishin agjerueshëm nuk kishin fuqi lodhën për agjerimit më uqume i bon hizmet kafshve.
Mirë po të njëjtën kohë, po atjetër o do të dikush mu qu dhe me I bon hizmet kafshve, sepse për ndryshe kafshë do t'ishin të pamujtuna me vazhdu udhëtimin e tyne. E prej kësaj, e prej ajeteve të Kuranit e haditheve tjera, ulemat kanë përmendë, kanë thonë se muslimant dallohen shpesh në shërbimin që ja bojnë xhamatit muslimanëve, duke qenë vend jo vetëm farzet personale, ai farz që quhet farzi ain. Çdo musliman e ka obligim mu fal. Çdo musliman e ka obligim me agjëru. Çdo musliman e ka obligim me shku në haxh nëse ka mundësi, me dhënë zakatin nëse ka mundësi. Mirë, po janë edhe do farzet tjera, të cilat quhen furudul kifayat, farzet kifaje, që do me thonë, me për këtë shqip, obligimet shoqërore që I ka muslimani karshi xhamatit vet, karshi vllazën vet musliman, karshi shoqërisë në cilën jeton. Këto obligime janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë përcaktuese në jetën e muslimanit. Nëse e shohim këtë hadith në hijen e ajetit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më I zgjedhur në mesin e popujve. Pse? Sepse ja mësoni njerëzve të mirën, I largoni prej të keqes dhe I besoni Allahut. E ky mësimi I të mirës, kjo është prej këtyne farzeve që quhen farzet kifajate, farzet obligimet shoqërore. Muslimant, ata që janë musliman, të gjithë falen, të gjithë agjërojnë, mirë po nëse e shefti gradën të cilën e kanë arrit sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta vesh re që shpesh nuk është agjërimi as namazi, qoftë edhe vullnetar apo agjërimi vullnetar plus farzeve, se farzet s'bën fjalë, por janë vepra të cilat I kanë sjell dobi muslimanëve të tjerë. Po I kanë sjell dobi xhamatit muslimanëve. Dhe secili e ka kuptuar që ky është obligimi I tij që duhet me e çu në vend. Dhe pikërisht nëse musliman sot, kudo qofshim, a këtu, a në Austri, apo në Shqipni, apo diku tjetër, shpesh herë obligimet personale jena të kujdesshëm deri diku sa kena mundësi me atë që Allahu I ka dhënë secilit me I çu në vend. Mirë, po kur vjen puna tek obligimet shoqërore që I kena, këtu ndoshta çalojmë. Edhe shifet se ka hala nevojë me u kuptu se këto e kanë emrin obligime. Furud kanë thonë ulemat, farze, na thonë namazi farz, të janë farze dhe këto. Mirë, po janë farze shoqërore të cilat nuk I ka obligim secili musliman personalisht, por I kanë obligim musliman si shoqëri. Edhe nëse nuk e çojnë në vend, nëse nuk e zbatojnë këtë farz I cili është mbi të gjithë, atëherë të gjithë janë gjunaqar. Prej kësaj ulemat kanë përmend çështje të cilat janë të mrekullueshme në librat e fekut, kanë përmend se nëse një musliman vdes në një fshat, vdes prej urijet, ndërkohë që banorët e fshatit nuk janë fukarej, por e kanë lënë mas dorët këtë musliman dhe e kanë lënë me vdek urijet duke mos u kujdes për të. Kanë thonë të gjithë e kanë obligim me pagu gjakun e këtij muslimani që I ka vdek, me pagu dëm shpërblim për atë muslimani I cili ka vdek, sepse shokët e tij, xhamatit, fshatit, katunit, qytetit e kanë lënë mas dorët. Faktikisht a e kanë pas të farz secili personalisht me I dhënë me hangër atij? Jo. Mirë, po si shoqëri e kanë pas të gjithë obligim. E nëse shohim shembuj të jetës së sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kena me pas se këtu ka ndodhur ai dallimi I madh. Abu Bekr radhiyallahu an, mos e ka pranuar Islamin, ja ka nis më një herë me bë davet ai. Dhe në përdurët e tia e kanë pranuar Islamin shumë sahabët të tjerë. Ndërkohë që misioni I pejgamberllëkut ka kanë obligim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ata që kanë kuptuar Islamin si duhet, e kanë ditë se përveç farzeve personale I kanë edhe farzet e tjera që janë farzet shoqërore. Islami në përgjithësi përmendur ulemat se I ka 5 qëllime madhështore. 5 qëllime janë qëllimet e Islamit në përgjithësi.
qëllimi i parë është qëllimi i ruajtjes të fesë. Ruajtja e fesë. Pa kjo është obligative, sepse ruajtja e fesë është parësore dhe për këtë Allahu ka dërgu melekt me shpallje, ka dërgu pejgambert me libra, dhe për këtë kanë ardhur të gjithë pejgambert me të njëjtin mision, për ruajtjen e fesë. E dyta, kanë thonë ruajtja e jetës të muslimanit, me urujt jeta e muslimanit. E treta, me urujt pasuria e muslimanit. Venere këto qëllime, do t'i gjesh që janë qëllime madhështore që s'mundet një shoqëri njerëzore nëse nuk i ruan këta me jetu. Por fundin e ka drejt zhdukjes. Përveç jetës, pasurisë, kanë thonë dhëtë me arrujt muslimanit ose me arrujt shoqëria mendjen, sepse mendja është begati për Allahu subhanahu wa taala me cilën i ka dallu njerëzit për gjallësave të tjera. Dhe e fundit me arrujt njeriut nderin. Pra me arrujt nderin, ashtu që të ruhet shoqëria, sepse një shoqëri që nuk i ruan këtë pesta, as fen, as jetën, as pasurin, as mendjen dhe as nderin, kjo shoqëri s'mundet me ekzistu. Dhe ka me kënë vazhdimisht të mangë, dhe ka me kënë rrezikume për me u zhduk. E këto të 5 obligime, muslimanët s'kan mundësi me i realizu vetëm nëse kuptojnë mirë rolin që e kanë obligimet shoqërore në jetën e tyne. Pra si kur e ndjen të obligim me uqu dhe me falë namazin kur të hinë koha e vetë, të njëjtën ndjenjë do të me pas dhe për obligimet shoqërore që ti pa tjetër me kanë pjesë e hajrit në lidhje me xhamatin tonë, me vllaznit tonë, me shoqërinë tonë, kudo që t'jesh. Nëse nuk e ndjen këtë, atëherë ka hala nevojë me u zhvillu kuptimi i muslimanit ndaj fesë vet. Një prej parive të fisëve arabe, mas hijretit, vjen Medine edhe futet Medine pa leje, ishte akoma idhujtar, si ishte musliman. Edhe sahabet e marrin, kur të ishtë një shtet pa vizë, që të bojnë? Kur të ishtë dikun pa vizë, të ka policia. Sahabet e marrin edhe e binë xhami dhe e lidhin në fund xhamisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen, i afrohet edhe i thot, çfarë është puna me ty? Ai përgjigjet dhe i thot, in taktul dhe edem. Nëse më vret ti mu, unë kam një fist mrallë të mallë mas vedit. Pra që do me thonë? Kjo do me thonë që kanë me u hakmar fisi jem. E nëse më liron, kjo është puna jote. Shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e flet më. Kalon dita e parë, dita e dytë, ai i lidhën në fund xhamis, edhe e shef jetën e muslimanëve në xhamat në xhami. I shef sahabët që hinë xhami, falen, bisedojnë, lexojnë Kur'an, bojnë dua, kalojnë kohën në xhami. Ditën e dytë e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të njëjtën pyetje. Ai jep të njëjtën përgjigje. Edhe ditën e tretë, njëjtën pyetje, ai jep të njëjtën përgjigje. Ditën e tretë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve, lëshone. Edhe lëshojnë, e lirojnë, edhe ai del për jashta, merr abdes, hin mran, edhe thot ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. E pranon Islamin, ndërkohë që nuk transmetohet këtë histori asnjë bisedë tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të. Përveç kjo pyetja, çfarë është puna jote? Ai e pranon Islamin edhe pasi e pranon Islamin, shkon Mekë. E kena fjalën të ndjeshmëria e muslimanit për obligimet shoqërore që i ka. Shkon Mekë, e deklaron Islamin e tij, e ky ishte njoftun se ishte prej parive të fisëve. Dhe i thot idhujtarëve të Mekës, i thot nëse ju nuk bani paqe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk kemë jolan me u kalu asnjë kokër drithit ka toka jeme. Sepse tokat e fisit ti ishin tokat ku kaloshin karvanet e idhujtarëve që vinin me furnizimet që i merrshin prej Shamit, prej Sirisë të sotme. Venere iniciativën e këtij si musliman i thjesht i cili dje ishte bë musliman. Mirë po, vepron me aq sa kishte fuqi që me ndihmu muslimanëve, me ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Medina dhe shokëve të tij. E kjo është
ders i madh për secilin musliman kudo që tjetë, pa marrë parasysh çfarë pozitet ka në shoqëri, pa marrë parasysh pasuninë që e ka ose ndikimin që e ka në shoqëri, patjetër me kanë pjesë e asaj të mirës, të cilët duhet me kanë tonë muslimanët pjesëtar apo antar të saj. Prandaj transmetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, më i miri tek njerëzit ose më i dashuri tek Allahu është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Dhe kur ta shifsh, nëse analizon historinë e jetës tu fillu qysh të sahabët, do ta vesh re se me të vërtet shumë prej tyne e kanë fitu këtë pozitë me rahmetin e Allahut subhanahu wa taala dhe me atë që kanë bërë për xhamatin e muslimanëve. Kur muslimanët e kanë pas punën ngusht dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dashur me ndihmu dikush, ka ardhur Ebu Bekri edhe ja ka vu përpara ton pasuninë. E kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ke lënë të shtëpia, i ka thënë kam lënë Allahun edhe pejgamberin. E Omeri ka ardhur me gjysën e pasunisë. E Uthmani e ka ble pusin me çmim shumë më të shtrenjtë për jo muslimanit, që muslimanët me kanë të siguruar dhe me pas ujë me pi, dhe mos me mujt askush me i shantazhu muslimanët me ndërpremjen e ujit. E këto janë veprat të cilat e kanë rujt xhamatin e muslimanëve. Tash pyetja sjellet, na si musliman sa jena antar të këtyne obligimeve shoqërore që i kena të gjithë mbi shpinë. Fatkeqësisht ekziston menimi tek shumë musliman, se kam qëllimin këtë xhami por në përgjithësi, se hoxhallarët janë ata që e kanë përgjithësinë. Edhe ato do të më kryej krejt punë. Kjo e ka i fort vërtetet më rënd, mirë po nuk është krejt e vërtet. Sepse me të vërtet hoxhallarët duhet me kanë në rreshtin e parë të asaj të mirës të shoqërore të përgjithshme, mirë po askush nuk mund ta kryej këtë obligim shoqëror pa pas ndihmë të ndërmjetshme. Do me thonë, secili musliman kudo që tjetë, pa marrë parasysh zanatin që e ka, pozitin që e ka, si që thash, duhet patjetër me kanë pjesë e këtij projektit madh. Projekti madh cili është, sa me që ishën ato qëllimet e mëdhaja, pika e parë ishte rujtja e fesë. Mirë, unë e hedhë një pyetje kështu mes vëllezërve, nëse dikush na e cënon pasurinë tonë, sigurisht se s'kena me lanë gur pa lujt, e s'kena me lanë avokat pa marrë, e s'kena me lanë ligj pa shfrytzu, që mos me na cënu pa çfarë pasurie, dhe kjo është krejt rregull. Sepse ti si musliman je i urdhëm atë që Allahu ta ka bërë risk, halalin tanë me rujt. Tash vjen pyetja, kur na cënohet feja, a e ndjejmë obligimin ashtu si e ndjejmë kur na cënohet pasunia jonë private? S'po marrë shembull Kosovën, se nuk i di rrjedhën e Kosovës, po marrë shembull Shkodrën. Shkodra ka pas 189 prona vakufe, cilat kanë përfshirë toka, xhamia, dyqane, do me thonë prona mrena qytetit, jashta qytetit. Sot Shkodra i ka 250.000 banor, i ka vetëm 17 xhamia. Vjen për zënë mashallah 100.000 banor, 42 xhamia. Do me thonë për mu mahnice. Kam kaluar në për Prizren veç minore kam pa. Elhamdulillah. Ndërsa në Shkodër vakufet pothuajse janë zhduk. Edhe tash. Unë të tash e kam qëllimin, se në kohën e komunizmit, diktatura e ka bërë që njerëzit mos me pas mundësi me organizu dhe me i ndalë në broj aty në pronave që i kanë lënë gjyshat e stërgjyshat për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kurse sot, kur mundësit ekzistojnë me tana rrugët ligjore, me mbrojt ajo që është prona e Allahut subhanahu wa taala. Atë që muslimanët e hershëm e kanë lënë për hir të Zotit, e kanë lënë emanet gjeneratave që vinë mbrapa. Do me thonë ne, në të tane kena përgjegjësi shoqërore. Na mund t'ja bëjmë vetit me sy, thonë Shkodër, dhe me thonë jo se s'kam punu ne. Mirë po,
nuk del kollaj prej përgjegjësisë pse thu s'kam punën. Sepse si e tham, kur cënohet pasunia jote, ti je shumë i aftë me gjetë rrugën për me bërë hall, me gjetë zgjidhje. Ndërsa kur cënohet pasunia e muslimanëve, kur cënohet feja Allahut subhanahu wa taala, kur fyhet e shahet Islami, e shpifet ndaj tij në të gjitha format. E për këtë shembull e marr Kosovën shpesh, sepse këtu ekziston na i njekim lajmet, jena domethënë me Kosovën edhe pse jena larg me trupa, po sina larg me zemra. E shohim se ka një islam, një fushat anti-islamike që nën perëndim nuk e vujmë. E vujmë edhe na deri dikun, mirë, po në Kosovë është ekstrem kjo. Mirë. Çai del detyrë xhamatit muslimanëve? Tunis për asaj që thamë përpara, që të gjithë së bashku, secili më aq sa ka mundësi me i dalë përpara kësaj. Sepse kjo është shpifje për fenë tonë. Kjo është shpifje për atë me cilën ti pret nesër me dalë para Allahut subhanahu wa taala, dhe kur pyesin natën e vorrit, me di nuk e kemë thonë dini el Islam. Ti don me thonë feja jo me emër është Islami. Mirë, ai ke qenë në vend frazat e Islamit. E Allahu azza wa jall si ta ka obliguar mu fal pesë herë në ditë, ta ka obliguar edhe me kënd pjesë e këtij hajri që quhet farz kifaje, obligimi shoqëror, patjetër, me aq sa ke mundësi. Pyetja më për secilin, a e ka dhënë secili atë që ka mundësi me dhënë? Unë mendoj, ndoshta jam gabim, mendimi jam se jo. Nuk është dhënë prej secilit ajo që ka mundësi me dhënë. Sepse përndryshe do të ishte gjendja jone pak më ndrysh. Do të kishim ne qendra studimore me musliman, qofshin historian, qofshin gjeolog, qofshin të gjitha fushave, të gjitha lëmive, të cilë dalin dhe me plot bindje dhe me plot argumenta shkencor e mbrojnë Islamin trojet tona. Edhe i thojnë atyne që e bojnë punën e shkijeve, e flasin shqip, i thojnë stop. Sepse ne jena të aftë me mbrojt fenë tonë. Me gjitha rrugët ligjore që janë sot të hapuna, me gjitha format. Po kjo normalisht kërkon angazhim. Angazhim për aty në cilët e kuptojnë rëndësinë e kësaj, jo sot, po afat gjatë. Afat gjatë, sepse çdo dobësim i Islamit trojet tona, gëzohen armiqtë tonë për dobësimin e Islamit. Që atë që s'kan arrit me e bo qindra vite me radhë, ku historia ka dëshmu pa drejtësit që janë bo muslimanëve shqiptarë në të gjithë trojet e shqiptarëve, ku do që t'jenë, mundohen sot me e bo me mënyra tjera, me largimin e njerëzve për identitetit fetar, me shpifjen ndaj Islamit, me akuzat ndaj hoxhallarëve, me akuzat ndaj çdo personit i cili paraqet tendencë për me jetu fenë e vetë, kudo që tjetë, cilën do lëmi që është aktiv. E gjitha këto, nëse nuk kuptohet si duhet, edhe nëse nuk merret vesh se na e kena obligim, nuk mundena me prit dikën tjetër, me ardhë, thojnë Shkodër, me ardhë me të rregullu tjegullat e shtëpisë tone. Tjegullat e thoni tjegullat ju? Kur të pikon shtëpia, duhet ti me unit naltë dhe me rregullu tjegullat. E na shpesh herë me anashkalojmë këtë dhe mendojmë se nuk është rëndësishme, mendojmë se secili unë çka kam me bë vetëm, ndërkohë që yedullahi ma'al jamaa, dora Allahut subhanahu wa taala, ndihma Allahut subhanahu wa taala është me xhamatin. Kur muslimanët bashkohen, Allahu çon bereqet dhe e ndihmon atë xhamat i cili e kupton këtë obligim shoqëror që e ka. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allahu ka me ndihmu atë që ndihmon Allahun. Gjithë muslimanët e dinë dhe e kanë besim se Allahu nuk ka nevojë për ndihmën e askujt. Atë çfarë do të thonë kjo ajet? Allahu po thot, Allahu ka me ndihmu atë që ndihmon Allahun. Ka me dhënë fitore atij që ndihmon Allahun. Do me thonë ka me dhënë fitore atij i cili është pjesë në këto obligime shoqërore të cilat në fund e ndihmojnë fenë Allahut subhanahu wa taala. Sot sfidat janë të mëdha. Sot sfidat janë
të shumë llojshme edhe të komplikume. Nuk janë më aq të lehta. Po e marr vetëm një shembull. Para do kohëve merr në telefon një vëlla prej Zvicrës dhe tregon një histori të dhimbshme për një të afërmin e tij. Musliman, praktikues. Pa prit mos, vajza e tij 16 vjeçare i thot babun e prej sot s'du me kenë më vajzë. Du më bë djalë. E të marrë është? Kjo në perëndim nuk është rastësi, nuk është rast i veçantë. Kjo është metodologji dhe qëllim i pedagogjisë perëndimore. Po kam frikë që po bëhet qëllim edhe metodë pedagogjisë edhe në vendet tona. Muslimanët që i kanë dënë përpara kësaj punë? A hala në mendojmë se hoxha nëse e mon hutben, apo nëse e bën punën e vetë në xhami, kjo mjafton nëse xhamati nuk e ndihmojnë, e nuk e kuptojnë se ajo ndihmë që janë të e dhënë, nuk janë të e dhënë hoxhës, po janë të e dhënë vedit, sepse nesër Allahu subhanahu wa taala ka me vetë, ti e me vladin tanë çka ke bë. Ja ju helladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, o ju musliman, ruani vedin tuaj dhe familjet e juaja prej zjarrit. E kjo që përmenda, kjo histori e dhimbshme negative, kjo është pjesë e këtij zjarrit. E ti si ban ballë si musliman, si shoqëri e kam fjalën. Këtyre rrymëve të cilat synojnë që jo me shkatru fen, po me shkatru njerëzillëkun që i ka mbet njerëzve. Do me thonë, është kaluaj caku i të pasunit synim largimin e njerëzve prej fesë, por caku tjetër është akoma më larg. Largimi njerëzve prej njerëzillëkut. Normalisht, këto janë qëllimet e shejtanit dhe të partisë tij. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar sukses, i ka premtuar ndihmë, i ka premtuar bereqet atyre të cilët mundohen seriozisht dhe e kuptojnë se duhet pa tjetër me kanë pjesë e këtyre obligimeve shoqërore. Kur des një musliman, ata të cilët e dinë se vapin që e ka marrja pjesë në xhenaze, e dinë se vapin që e ka falja e xhenazes, shkumja dhe përcjellja e xhenazes, nejtja aty derisa të varroset, kërkojnë që me arrit këtë problem. Faktikisht ti në këtë rast ke bën një obligim shoqëror, sepse ti personalisht si musliman se ke obligim me shku në xhenazën atij. Mirë po ti e din se tu e bën këtë obligim shoqëror, Allahu subhanahu wa taala të ka premtuar shpërblime 2 malet që më i vogli prej tyre është sa Uhudi. Më i vogli. Ai tjetër është më i madh. Thot pejgamberi sa thon azgharuhuma mithla Uhud. Më i vogli se vapër si Uhudi. Mirë. Kjo është shumë mirë, shumë e kërkuar sepse kjo i lidh muslimanët njëri me tjetrin, i afron me u dash si vëllazën, me kanë afër njëri tjetrit në kësi rastesh. E ku meten atëherë obligimet e tjera të cilat janë paq të rëndësishme. Edhe paq urgjente në këtë kohë që jetojmë na sot. Prandaj shumë kush i mendon se me çu djalin në kurs te hoxha, po flas për perëndim. Në shumë xhamia kurset edukative fetare që marrin fundin e javës kanë ndoshta një farë çmim pjesëmarrje 10 euro në muaj, 5 euro në muaj. Mirë po ai që se merr vesh këtë obligimi shoqëror, edhe ato 10 euro i duken mëdha. Edhe thotë 10 euro me çu shumë po më duken. Ndërkohë që harron që me këtë ai është e kryer edhe obligimin e vet si prim, vetjak që e ka personal, është e kryer edhe obligimin shoqëror të marr pjesë në rujtjen e brazit të ri. Të atij brazi i cili nesër ka me i marrë përsipër mishpatat e veta këto përgjegjësi që i mojnë baballarët e tyre sot. Prandaj kjo temë u patbon shkak në fakt një studim që është përhap në Austri, i cili vërteton se pedagogjia perëndimore sot, e cila zbatohet edhe në vendet tona, sepse nuk kanë marrë metodën islame, por kanë marrë metodën perëndimore, e krijon një individ të pa aftë me majtë përgjegjësi shoqërore. Krijon një individ ose edukon një individ i cili nesër është i pa aftë edhe i pa interesuar
me majtë përgjegjësi shoqërore. Prandaj shpeshherë politikanë tonë kur hipin karrige, ç'a bojnë? Mendojnë për popullin? Jo, mendojnë për xhepat e vet. Politikanë të i vjellë vakufet e Shkodrës, vakufit midis Shkodrës, vendin më të mirë, në bord xhamis, është vjellë vakufi, shkoj vakufi. Edhe muslimanët se kanë lujt as gishtin. E kjo është e dhimbshme. Kjo tregon se ajo ndërgjegjja fetare që duhet me pas muslimani, të paktën me të dhimbë zemra, paktën kjo ndjenjë me kanë. Tek disa musliman as kjo nuk ekziston. Sepse reagimet që kanë kanë, rast të tilla bën vaki ka edhe vende tjera, po unë po flas për qytetin vendinjen teme, rast të tilla tregojnë se jena hala larg. Domthonë hala ka nevojë me kuptu se ç'a don me thonë kjo punë dhe se mos pasja parasysh e kësaj temë ka pasoja shumë të rënda për gjeneratat mrapa. Para do ditë të përmend një hoxh në Shkodër thotë ka kanë filan vend, kjo ka dalë prej arkivave të shtetit turk sot, ku kanë dalë hartat e vakufeve që kanë në për qytetet e Shqipërisë, mes tyre dhe Shkodra, pas ka një xhami në Shkodër, unë hera parë që ndigjoj. E madhe, e cila ka pas 20 dyqane rreth e rrotull saj. Edhe përmendet emri i personit filani, Haxhi filani, ka lënë vakuf xhamin dhe dyqanet të cilat i kanë shërbyer xhamis, do me thonë që e kanë marrë xhamin. Me mejtepin që ka pas, me hoxhën, me muezinin, me krejt, me qenën për xhenazet, krejt shërbimet që duhet me i pas një xhami. Ky muhabet para 250 vjetëve, është lënë vakuf ajo xhami. Sot e ekziston më aq sa unë si shkodran kur s'kisha një për atë xhami. E kjo tregon se siç transmetohet ose fjala e urtë kama takunu yuwalla aleikum. Si të jeni vetë, keni me pas ata që i keni me kry. Nëse jeni të pa interesum, dhe me thonë jeni ba egoista deri në atë mos, sa që nuk je intereson vakufja Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë, të mirat që Allahu ja fal një popullit nëse nuk shfrytëzohen për hajër, ato kalojnë, shkojnë të tjetër kush. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala, na mësojnë atë që na bën dobi, na mundsojnë me kënë se cili si mas mundësis, si mas kushteve që i ka, rrethanave që i ka, pjesë e këtij përmirësimit edhe çumjes vend këtyre obligimeve shoqërore, cilat na bëjnë dobi të tanëve edhe si individ, edhe si xhamat, plus Allahu subhanahu wa taala muslimanët kudo qofshin t'i ruajnë, muslimanët shqiptar kudo qofshin t'i ruajnë, e t'i udhëzojnë t'i kthejnë tek feja e vet. Muslimanët e Kosovës t'i ruajnë prej kurthave të anmiqve, cilat janë të mëdhaja, mirë po Allahu është më i madh se kurthat, e t'i japin sukses hoxhallarëve të cilët janë elita e muslimanëve. T'i bojnë muslimanët me kuptu se përderisa t'i ndjekin hoxhallarët, kanë me i pas punë të mirë. Dhe në momentin që dalin prej këtij rregull, punët s'kanë me kanë mirë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Për të dashur shëllir për këto këshilla dhe për një ders ku e ngrit ndërgjegjen e çdo individi. Ka shi obligimeve shoqërore, obligimeve kolektive që i kemi. Pra hoxha nga foli, nga sqaroi dhe objektivat e fesë islame, 5 objektivat e fesë islame, dhe po ashtu edhe nga tregoj për farzet kifaje, apo farzet shoqërore, apo farzet obligative, apo obligimet kolektive, që nuk janë obligime individuale, por janë të rëndësisë së veçantë. Nëse i krymë ato, atëherë pa e gjithë shoqëria do të lirohet për asaj bare dhe për përgjegjësisë para të madhit Allah. E nëse nuk i veprojnë ato, atëherë e gjithë shoqëria do të jetë mëkatare dhe përgjegjëse para të madhit Allah. Allah shpëlbeft edhe një herë hoxh. Allah e lut
edhe jeni të mirë se ardhur çdo herë sa që të kaloni Allah e nderoft. në kapizërin. Gjithashtu në shfrytëzoj rastin për një ftesë hoxhallarëve në veçanti, po edhe xhamatit si kolektiv. Jeni të mirë se ardhur, disa kanë ardhur, disa na kanë vizitu kështu edhe personalisht, Allah është përblefë të mira, i presim edhe tjerët inshallah. Tash rruga është e lirë dhe hajdeni dhe njoftonu me vëllezërit tuaj në Vjenë. Allah shpëlet koç. Allah rut, inshallah shihet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.